Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me efektet e hënës së re, e cila është në 20 dhjetor në shenjën e shqiptarit, dhe tema për të cilën është: a jeni gati të realizoni ëndrat e shpirtit tuaj në të ardhmen? Kjo është një ditë përpara se të filloj solstisi ose nata më e gjatë e vitit, dhe ndërkohë fillon dhe dimri, ashtu sikurse duke qenë se është dhe hënë e re, është dhe një fazë e re. Pra që të gjithë jeni të ftuar të jetë një farën e ëndrave të jetës tuaj për të ardhmen. Ndërkohë ka të bëjë me atë që është një kohë e mrekullueshme për të gjithë ju që keni bërë një punë me të vërtetë me shpirtin tuaj, dhe duke qenë se është dhe viti 2025, nëse keni ecur apas api, duke filluar që në viti i kaluar, ndoshta keni bërë një punë të mrekullueshme me atë çfarë shpirti juaj ju solli këtu, dhe në këtë rast bëhet fjalë që e ndjeni që diçka e re me ju po ndodh. Pra është me të vërtetë ajo që doni ose ndjeni që është për një fillim të ri. Ndoshta, duke qenë se është viti 2025 dhe me të vërtetë është viti për të shkëputur nga çdo gjë që nuk na shërben në lidhje me karmën e vjetër, qoftë nga jetët e mëparshme, ashtu sikurse edhe çfarë ne kemi krijuar vetë. Bëhet fjalë ndoshta për një pjesë nga ju është përmbushja ose edhe fillimi i fazës të re apo ciklit të ri që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni se ku ndodheni. Pra, po një gjë është që është me të vërtetë një kohë e mrekullueshme për të gjithë ne për të filluar diçka të re. Hapni zemrën mrekulli, jeni të lirë, pranojeni veten se jeni dashuri dhe jepni kohë vetes. Si do që të jeni, kudo që të jeni, nuk jeni pa qëllim këtu, sepse energjia juaj është ndjerë dhe ju jeni të lidhur, ju nuk jeni vetëm. Ju jeni ëngjëj dhe pranoni se në momentin që ju vazhdoni me shpirtin tuaj, çdo gjë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur, pa u shqetësuar, por duke jetuar çdo ditë e jetës sikur e nesëmja nuk do të vi, është koha e mrekullueshme ku çdo që dëgjon, si do që të jeni, për të arritur, pra të filloni diçka të re. Ndërkohë është dielli dhe hëna janë në shenjën e shqiptarit. Shqiptari është elementi i zjarit, sigurisht është apasionant, është entuziast, është aventurier, është që zjeron, filozof, kërkon të di në lidhje me vërtetësinë, me mençurinë e vërtetësisë së jetës, është që kërkon nga ana kozmike, pra ashtu sikurse ka të bëjnë me atë që janë që motivojnë, optimist për një vizion largpamës të jetës, pra janë vizionar, dhe që të gjithë të kuptoni që në këtë energji të shqiptarit edhe ju ndoshta e ndjeni, është me të vërtetë që në këtë kohë, sido që të jeni, e ndjeni që kërkojnë, pra të vazhdoni në diçka të re, dhe mbi të gjitha kjo energji e shqiptarit ju motivon, ju inkurajon që të arrini dhe ju, pra të hapni horizontin tuaj për atë që shpirti ju drejton, sepse shpirti e di më mirë se ju, se pse jeni këtu, pse tani, pse në këtë kohë të tjera, ndërkohë të kuptoni që ju bën që të gjithë ju pra të kërkoni, të zjeroni aftësitë tuaja. Shenjë tjetër në efekt që jep me hënën e re është planeti Venus, që është planeti i dashurisë, planeti i bollokut, planeti i lumturisë, planeti i pasionantit, pra dashuri pasionante, por ndërkohë është dhe perëndesha romake Juno,
për të cilën është me të vërtet që i kushton rëndësi, pra është besnike ndaj marrëdhënieve dhe sidomos mbas martesës, mbas fuqisë femërore, pra kjo energji që kemi në brendësi të shpirtit tonë, kjo energji krijuese, kjo zemër e mrekullueshme, sa më shumë të hapim, aq më shumë na sjell që të gjithëve, sepse kemi vlerë, jemi dashuri, jemi dritë, kemi dhunti, kemi talent, që të gjithë jemi unik, që të gjithë jemi në këtë jetë me një mision dhe drejtim të jetës, dhe është zemra juaj, dhe në këtë kohë është që ju ndihmojeni në lidhje me marrëdhënien tuaj, kudo që të jeni, jo vetëm me veten tuaj, por edhe në marrëdhënie, nuk e kam fjalën vetëm nga ana marrëdhënieve tradicionale, martesë, por gjithsesi të kuptoni që marrëdhëniet janë nga më të ndryshme dhe në këtë rast kur jemi me zemër që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë zgjidhni atë që shpirti juaj djeg dhe të rret për të vazhduar në jetën tuaj. Mësoni që është që ju do ta ndjeni akoma dhe më shumë, ju ndihmon ju që të ndjeni akoma dhe më shumë dhe më tepër dashuri, pra ju ndihmojeni. Sigurisht kam bërë një video për para, jeni të vëmendshëm, kushtojeni një rëndësi, si do që të jetë, ja jeni në fillim, se nuk e di ku jeni, a jeni në fillim, duke e dëgjuar, nuk jeni pa qëllim këtu, pranojni, edhe në qoftë se jeni në fillim dhe nuk e kuptoni, tash po në të kohë rezoroni, se jo pa qëllim jeni këtu. Ju jeni ëngjëj, pranojni veten, sepse në momentin që ju lidheni me shpirtin tuaj, shpirti e di më mirë dhe ju drejton, dhe në këtë rast ju lidheni me frekuencat e larta të dritës të dashurisë apasapi, edhe pse duket shënim në fillim, ndryshimi duket i vështirë, sepse jemi akoma me atë që doni t'jepni përgjigje me mendjen. Më pas bëhet një çik si thua, rëmuj, në kuptimin, jo rëmuj, ajo është për të mirën tonë, po ndjehet më shumë e shqetësuar, po prap e kuptoni që është, e ndjeni që është për të mirë dhe ndoshta e ndjeni në këtë moment, ashtu sikurse është që do të arrihet në mrekullin e jetës, në bukurin e jetës, në atë që askush nuk e di, edhe pse bëjmë më të mirën për të arritur atë që të gjithë, sepse jemi dhe në nyjen veriore të peshqve, e cila që të gjithë ne përpiqemi që të krijojmë rrjedhën e jetës në siguri dhe edhe për të gjithë ne duket parsore, por ajo që na fton ky vit që ka filluar që në vitin 2025 dhe tani është po thuajse ndoshta do të ktheheni, sepse mi Krishtlindjet kthehet drita. Pra fillon diçka e re, do të lëm dhe vitin e ri, fillon një fillim i ri dhe për ju është një fillim i ri, por gjithsesi ajo që të gjithë jemi të ftuar me të vërtet që të pranojmë se është dhe një mënyrë tjetër e jetës dhe prandaj jeni këtu dhe ndiqeni hap pas hapi shpirtin tuaj, sido që të jeni, sepse ky vit ndoshta keni filluar që në vitin e kaluar, dhe pra ose në fillim të vitin, dhe tani e ndjeni, pra është që diçka e re doni të filloni, për atë që ju jeni, të kuptoni që ju ndihmojeni dhe mbi të gjitha do të arrini, sepse është viti 2025, është planeti Mars që na ndihmon që të gjithë dhe ne që të fillojmë të veprojmë, pra të fillojmë diçka në atë çfarë shpirti ju do. Gjithsesi e ndjeni që këto dy planeti Venus dhe Juno ju ndihmon ju, sepse Juno vetë fjala është ka të bëjë me rini, pra është fuqia e jetës, ka të bëjë me atë që mbron gratë, mbron lindjen e fëmijëve, mbron pra mirëqenien në marrëdhënien me shtëpinë, me familjen, dhe të gjithë e duam këtë. Qoftë në romantike, qoftë në shtëpinë tuaj, me familjen tuaj, kudo, sido që të jeni. Pra që të gjithë e duam këtë mrekulli, sepse në fund të fundit ne jemi qenie humane, por tani më tepër se kur kërkohet që mos jemi më të njanshëm vetëm me ndërgjegje, sepse jemi ndërgjegjësuar nga ana kolektive se çfarë po ndodh në botë,
por ju që jeni këtu dhe kush është në fillim, që pranon ndryshimin, sigurisht që do të lidhemi më tepër se kur me veten tonë dhe do të japim kohë vetes tonë, do ta pranojmë veten si jemi, se jemi dashuri. Sa më shumë dashuri dërgojmë kudo, pra në çdo lloj marrëdhënie që t'jeni, sa ju vetë nëse dërgoni dashuri, ju të rrishni dashuri, ka që thjesht është. Nëse ju dërgoni optimizëm, ju të rrishni optimizëm. Nëse ju dërgoni pra veprime të mrekullueshme, kudo që t'jeni në çdo marrëdhënie, duke filluar ti të japësh dashuri, pavarësisht dhe nëse tjetri të lëndon, thjesht, fillon nga tani, pranoje që është i lënduar, sepse dhe ti je lënduar, jo pa qëllim je lidhur me atë lidhje, sepse një gjë të dini, është me të vërtet që kur lidhesh me zemër, ju keni gjetur atë që quhet dashuri pa kushte. Por kur ju jeni lidhur me egon tuaj, me identitetin tuaj, me ëndrat tuaja, si ashtu i keni parë nga të tjerët, jeni në dashuri në nevojë. Pra kjo, Venus dhe ju ndihmon që të ndjeni edhe më shumë në dashuri. Pra shkoha, shafatikor dhe ne ndihmojmë, vetëm mos rezistoni. Pranojni veten se jeni dashuri, pranojni veten se jemi esencë. Dashuria është në zemër, esenca është dritë, dhe drita është vetëdije, është ajo që shpirti juaj është vetëdijësuar për atë se çfarë ka ndodhur me ju dhe tani kërkon të mirën tuaj, dhe në këtë rast do të hyj që do të ndikoj dhe planeti Neptun, i cili ka filluar në 10 dhjetor direkt në Peshqit, sepse ishte në rikthim në shenjën e Dashit, por tani është në shenjën e Peshqve dhe do të vazhdoj deri në shkurt dhe pastaj do të filloj definitiv në shenjën e Dashit. Dhe ai dini Dashit thot unë jam, pra edhe ju do të zbuloni kush ju jeni në të vërtet, si do që t'jeni, ose edhe e keni zbuluar, që të gjithë jeni unik. Kjo bën që planeti Neptun në ndihmon ne që të gjithë, pra ka një aspekt me nënën, pra një aspekt do të ndjehet diçka trazir, pra do të ndjeni trazuar dhe sidomos kujdes me mendjen tuaj, pra mund të jetë ngarkuar në kokën tuaj, pra nga ana mendore, por gjithsesi palëm janë edhe kanë bëjnë me karmën e vjetër. Dhe karma e vjetër në trupin është jo vetëm në zorët tona të barkut, pra është truri i zorëve, por edhe në trurin e mendjes sigurisht ne kemi të ngarkuar me ato çfarë ne kemi marrë dhe mi parë, ne duke qëndruar në zonën e ratis, është e lehtë për ne t'i marrim nga të tjerë dhe të vazhdojmë, ndërkohë që ajo nuk është ajo që shpirti jon ka ardhur i mishëruar në këtë jetë, sepse që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë ne jemi ndryshe dhe brenda familjes. Mësoni që ndoshta ndjeni që ka pra në lidhje me shqetësime, në lidhje me ngarkesën tuaj, qoftë nga ana e emocioneve brenda në trupin tuaj, që mund t'ju fshijellë shpirti emocione, qoftë nga jetë mendore, të kuptoni që mund të ktheheni përkohësisht me qëllim që të pastrojmë definitiv nga çdo lloj karme vjetër që nuk na shërben, sepse është afatikor, pra çdo gjë që nuk na shërben do ta lëmë atje pa gjykim, pa kritik, dhe kjo është çdo gjë që duhet qoftë me karmën e vjetër nga paraardhësit tanë, por edhe veç pa ne kemi krijuar dhe që kërkohet shërim, ne do të lirohemi me qëllim që të mos ndjejmë më pengesa, dhe kjo kur ne nuk kemi pengesa, kjo është ne do të fillojmë diçka të re. Prandaj jeni të vëmendshëm për atë se çfarë ndjeni në këtë anë të re dhe jepini veprim gjatë gjithë muajit. Ndërkohë është që të gjithë ne kemi simptoma gjatë kohës së rritjes tonë. Edhe ndjehen dhe 3 ditë para, 3 ditë mbrapa ndjehen. Është që jemi në një afat kohor ku frekuencat e larta të dritës, të dashurisë, të bollokut, po prekin frekuencat e ulta në kuptimin jo vetëm nga ana e ndërgjegjësimit, por edhe nga ana e vetëdijes. Pra jemi në një dritshmëri, sidomos ju që ndiqni këto video, në një nivel të lartë ndriçimi
ndryshimit tuaj, pra koeficienti i dritës i energjisë në rritje, se do të shkojmë diku është që jeni që ndjehet, pra që jeni në gjitje është në rritje dhe sigurisht ju do të ndjeni në trupin tuaj fizik, do të ndjeni lodhje, do të ndjeni gjumje të rehatshëm, do të ndjeni marramendje të kokës, do të ndjeni që keni një sistem nervor të ngarkuar, asgjë nuk ndodh pa një shkak, ose që pra ju vjen, gjithçka bëhet që të jeni të qartë për atë se çfarë të vendjesojni, të jeni të vëmendshëm. Tjetër është ndoshta ndjeni një hapësirë në kokën tuaj, pra ndoshta jeni të liruar, varet që të gjithë jeni është liruar, janë liruar pra perdet e jetë revellot harresës tek ju, sa më shumë të rriteni, sa më shumë të hapet zemra, aq më shumë ju filloni shpirti juaj ju sjell kujtimet tuaja në mënyrën e asaj, sepse ky trup mban informacionin, ky trup mban energji, ky trup mban mençurin, pra mbaret, por do ta ndjeni. Tjetër, dhimbje koke, marramendje, zorët e barkut, mbajtje të lëngjeve, pra ndoshta i ndjeni që jo vetëm që po pastrojni nga karma e vjetër, por ndoshta është nga ajo që ju lirojni edhe me familjen tuaj të hershme, duke arritur të kuptoni, ndoshta keni arritur në intuitën tuaj, apo në dhuntin tuaj, apo më tash që të gjithë jeni unik. Sinqerisht kjo është për të gjithë, për atë që ju ndodheni, por që ju ndihmon duke e rezoluar, pra duke ndjerë se ku ju jeni me veten tuaj. Ashtu si kurse mund të ndjeni rraje të zemrës, simptoma si të gripit, pra me një fjalë është që energjia juaj po rritet, pra nuk keni pse të keni dyshime, sinqerisht, pranoni nëse jeni lidhur me shpirtin, që çdo gjë punon për ju, ne jeni në rrugën e mrekullueshme të lidhjes me mrekullinë e jetës. Ndërkohë është që energjia e shënjetarit, shenjë tjetër është që me të vërtetë shënjetaret është një energji që e ndjeni që jeni të zgjeruar, e ndjeni që keni një energji të lartë, e ndjeni që ndjeni mirë, pra energjia juaj është zgjeruar me një frym lirshëm. Gjithsesi do të thotë në krahasim, e ndini që ndryshimi në fillim është, pra kur e pranoni ndryshimin është i vështirë, pra rrëmuj në kuptimin asaj që ndjehet herë mirë, herë jo mirë, herë do ktheheni, herë do filloni, herë do qeshni, herë do qani, por mrekullia e jetës do të vijë, sepse do të krijohet jo vetëm harmoni midis dy energjive, mendjes dhe shpirtit, pra pjesës kuantike, organeve të tuaja, por edhe për një pjesë nga ju edhe me flakën tuaj binjake. Pra flakën binjake kemi që të gjithë, sepse është kjo zemër, dhe këtu është mrekullia. Kur ju ndjeni Zotin që e keni në zemër, ju jeni të thirrur nga Perëndia, megjithatë askush nuk është, pra ju jeni të lirë që zgjidhni drejtimin e shpirtit tuaj për atë që shpirti ju solli këtu. Kjo energji është që është entuziazm, ndoshta i ndjeni entuziaste, optimist, aventurier, udhëtues, kërkojnë të dinë, pra zgjerojnë aftësi, kërkojnë të dinë, po ashtu në lidhje edhe me mësimet kozmike, pra kërkim kozmik, ndërkohë është që janë me të vërtetë që ju motivojnë, ju inkurajojnë, edhe që të gjithë ndoshta i ndjeni që kërkoni të dini, pra doni të mësoni. Ndërkohë është që kanë një interes në lidhje me zgjerimin me fetë, me kultura të ndryshme, pra duan të dinë në lidhje me dhe të hyjnë në bashkëbisedim, se në këtë rast bëjnë edhe atë rritjen e vetes tyre. Unë dua t'ju tregoj një fragment të vogël, pata dje, mbaj është dita që unë kujdesem për besën time, edhe duke dalë në natyrë sigurisht ndjes mua pra energjia më lidhi me një grua, e cila ishte e moshës time, dhe me sa ime buzëqesh, ashtu sikurse edhe unë po dhajo buzëqeshi, ne unë ndaluam, unë e kuptova që ishte shenja ime e universit dhe midis të tjerave unë lidhëm në lidhje me bukurinë e jetës, të asaj që unë i tregoj kjo mrekulli është pasardhësi, është shpirti, për besën time Mari,
është shpirtin, ka shpirtin tim, sepse ajo po buzëqeshte me atë, dhe është me të vërtet, besa ime buzëqesh me të gjithë, qoftë edhe të moshës së vetë. Pra edhe me beba, ka një fytyrë të qeshur, ashtu si kurse edhe gjyshja e saj. Por gjithsesi, midis tjerash, unë nga entuziazmi që kisha dhe i tregova, nuk e dija se çfarë lidhje, po e dija që ishte energji e mirë, sepse ne në përgjithësi ne jemi që një të mrekullueshme njerëzore. Sigurisht ka një pakicë që janë të shkëputur nga shpirti, por të kuptoni një gjë, në përgjithësi ne jemi qenie të mrekullueshme, ne bëjmë më të mirën, por ne nuk e dimë që ka dhe një mënyrë akoma dhe më të mirë për të arritur në ekuilibër dhe për të ecur në rrjedhën e jetës. Dhe midis kësaj, po e tregoj sepse ka lidhje me këtë. Unë i tregoj që vjen nga zemë, unë jam Zoti, ajo hapi syta. Jo, ti nuk je Zoti. Nuk ka gjë, nuk hyra në debate sipër. Okej, tash ajo më tregoj, hapi kartën dhe unë jam duke i shërbyer pra Biblës, pra në këtë rast më pyeti çfarë, se kur flet komunikon në gjuhën e huaj, ato e kuptojnë përsërisht se kush është dialekt, është në kuptimin e kuptojnë që je huaj, dhe kush është gjuha juaj, më tha mua, i thash në shqip. Po unë kam këtë, në qofse e doni, kishtin, që janë këto të dhënat që të flitet mësosh për Biblën edhe në gjuhën shqipe. Më besoni, nuk kam asgjë, jam shqiptar që kërkoj të di, jam shqiptar që kërkoj të di për kulturat, për fejnë të tjera, sigurisht jam në vazhdim të procesit, por një gjë të dini, nuk kam të bëj asgjë me fet, nuk i gjykoj, nuk i kritikoj, nuk kam asnjë gjë se cili të besoj ku të doj, por unë sinqerisht unë e di bukurinë e jetës së lidhjes me Zotin, jam krenare që e kam hapur zemrën, jam krenare që jam vetë mohues dhe i kam shërbyer sepse thirrja që doli, që mburoj nga zemra, nga shpirti, nga zemra ishte si unë që vuaj, ka dhe shumë që vuaj dhe unë do t'i ndihmoj. Dhe në momentin që unë e ndjeva vetë shërim, e ndjeva vetë dhe ka qenë data 26, dhe data 26 nuk është pa kuptim, për mua ka shumë kuptim, që në atë kohë që unë e nisa, është që pra para 4 vjetësh, edhe pse gjatë sfidës që të rrugëtimit tim kam kaluar vështirësi, pa kaluar vështirësi, askush nuk mund të jetë një me që ta quash emrin, unë jam Zoti, por kur them unë jam universi, unë jam Zoti, jeni dhe ju, por që të gjithë ne, sepse në fundit jetojmë në këtë, është ekzistenca. Dhe sigurisht unë e lash atë, por çfarë doli nga biseda, se nuk mund ta bëj shumë të gjatë nga biseda, ajo e pranoi, dhe si u përqafua me njëra tjetrën, dhe mbi të gjitha ajo që pranoi dhe nga Bibla ishte zemra. Po mrekulli, ne duhet të hapim zemrën. Dhe okej që Zoti është në qiell, po ne jemi të lidhur, dhe ti dhe unë jemi të lidhur në tokë dhe në këmbë. Pra kjo është, Zoti nuk një fe, kështu i thash, Zoti nuk një fe. Zoti ne jemi krijesa të Zotit, dhe Zoti tani kërkon që ne të lidhemi me dashurinë, të lidhemi me dritën, të lidhemi me gjithçka që ekziston me njëri tjetrin. Ne nuk kemi pse të qëndrojmë duke a jemi i pasur, nuk ka rëndësi nëse je i pasur, nuk ka rëndësi nëse je popullor, nuk ka rëndësi nëse je me arsim. Ajo që ka rëndësi në këtë afat kohor është dashuri, mirësi, vërtetësi. Kjo është bukuria. Bëheni këtë mrekulli, ky është mesazhi i shqiptarit tek ju. Dhe sigurisht shqiptarët kujdes janë në përgjithësi që nuk ju detyroj unë ju motivoj, unë ju inkurajoj, ju tregoj që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, por jeni ju që vendosni, e kam thënë dhe do ta them dhe nëse ndiqni videot e mia, kur nuk kam detyruar njeri që të bëj si them unë, por shqiptarët e kanë këtë kujdes, sepse kërkojnë vizionin e tyre. Në asnjë mënyrë, unë dash mendimin tim, dash ndjenjën time me këtë grua, u përqafuam dhe u larguam, është drejta e saj, nëse e quan veten Zot apo jo. Sigurisht që ti je me Zotin, është vetë mohimi, është ajo që
jo vetëm vetëm, por ti është i hapur në univers që të kontribosh dhe të ndriçosh dritën, dhe kur them dritë është dija, është mençuria e vërtetësisë së mësimeve të universit, dhe jo të njëanshëm vetëm nga mendja na duhet është mekanizëm për të vepruar, por atë që ndjen shpirti, që të gjithë jemi me mision, që të gjithë jemi me drejtim, e kemi në zemër, dhe kur ne lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben, dhe mbi të gjitha lirojmë dhe fëmijërin ton të ershme, ke dhuntin, ke edhe pra talentin dhe këtë e ndjek, që të gjithë jeni unik. Ndërkohë është edhe pse ka pas pengesa, pra të që ndishni ëndrat, dëshirat, pra ka vështirësi për shigjetarin, përsëri shigjetarin, vazhdon me optimizëm, fillon rrugëtim plane të reja e tjera, pra të që sidomos kur arrin që është në një linjë, sepse shigjetari ka bëj shumë edhe i jep shumë edhe zgjimit shpirtit. Është në këtë rast, Diana është para ju, është dëshirues shpirtëror, ashtu sikurse jam punëtor i dritës, sepse kam një eksperiencë të jetës të afatit kohor, dhe kjo grua më falë se ja u tregova, kur më dha të kartën, ishte 1963, dhe midis kësaj jam dhe unë vitit 1963. Por ne jemi pioner, prandaj ne jemi zgjuar këtu, kush është i viteve 60-70, nuk mund të janë dhe 80-90, por 60-70, ne kemi atë, prandaj ne jemi shumë, dhe sidomos edhe shigjetarët të zgjuar, sepse e kemi këtë energji që në kohën pra ku ndodhë për arsye sepse ishte evolucioni, gratë kërkuan të drejtën e tyre, demonstratat që filluan në lidhje me të drejtat e punës e të tjera, pra filloi në këtë kohë evolucioni, pra në vitet 60, dhe ne jemi në afat kohër të një ndryshimi të nivelit të ndërgjegjësimit të lartë kolektiv, por jo vetëm duke parë nga bota jashtme, por tani është koha e këtij shekullit për të hyrë në brendësi, prandaj jeni në këto video. Ndërkohë të kuptoni që të gjithë është shenjë tjetër, është koha për shumë nga ju është për aventurë me partnerin tuaj, ju pra me partnerin tuaj apo me shpirtin tuaj, binjake tjera, që të gjithë jemi unik, ndoshta është që duke qenë se tregova planeti Venus optimist, pra i dashurisë, ashtu sikurse dhe Juno për një marrëdhënie të mrekullueshme, na ndihmon ne, na tregon ne, pra na ndihmon që ne të lidhemi me të vërtetë ose ndjeni në lidhje për të lidhur me partnerin romantik të shpirtit tuaj, veten tuaj, pra ju ndihmoni dhe një pjesë mund të keni lidhje, që të gjithë jeni unik, por në këtë rast është që kjo ju tregon që keni një lidhje, dhe ndoshta shënim, kujdes, jeni të vëmendshëm, ndoshta ju që keni krijuar një lidhje e ndjeni që doni të udhtoni ose të shkoni jashtë shtetit, filloni ndonjë punë apo biznes apo atë çfarë ju keni rritur hapësitë tuaja, sigurisht ndoshta e ndjeni këtë, jeni që të gjithë unik, dhe mbi të gjitha të kuptoni që ajo që ju kërkon është që mos i shtyni këto planin, qofse keni këtë, merreni me këto gjëra me qëllim që të vazhdoni të lidheni, pra duke rritur dhe hapësitë tuaja, është që edhe Marsi ju ndihmon që ju të filloni të veproni, pra është viti përmbushjes, Marsi e ka këtë, sepse pra është koha që edhe të veprojmë, dhe sigurisht që kërkohet këto 3 muaj derisa të vi procesi, janë dhe 4 shenja, është bricjapi, më falë dhe 3 shenja, 3 muaj mire kisha, që duke kaluar këtë muaj, dhe 3 shenja të tjera, pra në total 4, për të cilën që të filloni në pranver edhe me frymëzim, ndërsa për një pjesë nga ju është koha e mençurisë këtij, sepse sezoni i dimrit, pra stina i dimrit, ne jemi më të mbyllur, pra në shtëpi, sepse netët janë të ftohta e të tjera, por dhe qielli është i qartë, dhe mençuria e mësimeve të planeteve, pra të qiellit është akoma dhe marrim akoma dhe më shumë aftësi dhe emocione, dhe në këtë rast ju ndihmojeni
Dhe sigurisht që të gjithë jeni, pra të merrni planet tuaja me optimizëm, me të vërtet me interes, ajo që kërkohet është që ndoshta një pjesë nga ju doni të filloni tani me diçka me qëllim që të shkëputeni nga njerëzit apo nga situatat caktuara që ju bën pra nuk doni më të keni kontakt dhe në këtë rast jeni të lidhur me planet tuaja. Pra që të gjithë jeni ndihmojni duke filluar me planet tuaj me qëllim që të shkëputeni nga njerëzit që nuk përshtaten me ju, ashtu si kurse edhe me situatat që nuk përshtaten me energjin tuaj. Ndërkohë është planeti Saturnit dhe i Neptunit ju sjellin me të vërtetë që të lidheni me transformimin tuaj të brendshëm. Jeni të vëmendshëm, sido që t'jeni jeni që të jetë unik. Ndoshta një pjesë nga ju ndjeni në këto momente, ndoshta kanë filluar dhe ana i ka 3 ditë para, 3 ditë mbrapa, pra e akoma emocionet edhe më të në brëndësi, sepse ana e re është që ne jemi lidhur në brëndësi dhe në këtë rast transformimi i brëndshëm joni është ndoshta keni plane që edhe pse keni bërë një punë të mrekullueshme, edhe pse ndjeni që jeni kthyer në tokë sepse jemi lidhur, ndoshta ndjeni që doni të bëni plane me flakën tuaj apo me shpirtin tuaj, me partnerin tuaj, që të gjithë jeni unik dhe në këtë rast përsëri ndoshta ndjehet që ka pengesa. Kjo sigurisht mund të vi për disa arsye, le të themi që jeni një prind, pra që doni të kujdeseni për fëmijët tuaj, ndoshta doni të kujdeseni për situatën tuaj financiare, ndoshta për detyrimet që ju keni, ndoshta kërkoni të vini rregull për gjëra që ju kërkoni rregullshmëri. Dhe në këtë rast është që sigurisht nëse i keni këto gjëra, ju do të thotë që keni pengesë, dhe pse ndjehet që doni të filloni udhëtim apo aventurë e tjera, pra të bëni diçka me flakën tuaj apo me shpirtin tuaj binjake tjera. Mësoni që të gjitha këto që sido që të jetë, ju do të filloni të lidheni me shpirtin tuaj, pra të vazhdoni të rrisni aftësitë shpirtërore, pra me zhvillimin tuaj shpirtëror, dhe e gjitha bëhet që çfarëdo lloj pengese që keni, bëhet fjalë për të zgjidhur pra emocionet tuaja, qoftë në zorrët e barkut, qoftë në hijet mendore, pra në përgjithësi karma e vjetër, çdo lloj që nuk ju shërben ju nga fëmijëria apo çdo sekret që ju keni në veten tuaj, çdo lloj shabloni, çfarëdo lloj që keni që nuk ju shërben, është me të vërtetë që duhet të lirohemi, qoftë nga jetët e mëpashme, ne ndihmohemi nga jetën e mëpashme që në barkë të nënës, por edhe gjërat që ne kemi krijuar nga eksperienca jonë me qëllim që të çlirohemi nga çdo gjë, që të fillojmë atë çfarë shpirti jonë kërkon. Pra të jemi në armoni, të jemi në balancë, të jemi në marrëdhënie të mrekullueshme me veten, dhe duke qenë me veten, duke kthyer energjinë, ne jemi dhe përreth dhe më gjerë sipas asaj që ju jeni. Dhe së fundi shpirtrat binjak, flakët binjake, ju e dini shpirtrat binjak jemi ne vetë, pra në këtë trup, siç keni qenë, ishin 2 shpirtrat, tani ju po anini, po lidheni me shpirtin tuaj binjak, pra 2 energjit, energjia mashkullore, mendja, energjia femërore, shpirti, pjesa e brendshme që nuk e shohim, pra organet tona, por që ne kemi lidhje, sepse shpirti që të gjithë kemi pasur marrëdhënie nga fëmijë, me prindrit, me mësuesit, të gjithë çfarë kemi kaluar në jetën tonë kanë qenë mësuesit tanë. Pra në këtë rast jo vetëm ne me të tjerët, po dhe vetë ne gjatë jetës tonë kemi krijuar, pra kemi marrë mësimet tona, dhe në këtë rast një nga këto është që ne do të lirohemi, që të gjithë
të jeni të sigurt keni bërë një punë të mrekullueshme në lidhje me jetën mendore, në lidhje me emocionet tuaja, dhe kjo mund të ndjehet për një pjesë nga ju optimiste, pra të që ju keni arritur sidomos nga viti kaluar e deri tani, sepse do të kalojnë jo vetëm stinët, si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne. Si ne i kalojmë hënat e reja dhe hënat e plota, jemi dhe ne në zhvillim, në ndryshim. Pra ne nuk se do të ndryshojmë, ne jemi që një njerëzore si gjithë të tjerat, ne do të transformojmë, dhe prandaj ju tregova që Neptun dhe Saturn na ndihmone. Neptun na lidh me shpirtin, Saturni është që na ndihmon që të kanë bëjmë me ligjin e shkakut dhe pasojës, asgjë nuk ka ndodhur pa shkak, dhe ndërkohë dhe me bollokun ton, me qëllim që duke u shkëputur nga çdo gjë që nuk na shërben, ne do të arrijmë në rrjedhën e jetës. Pra duke u lidhur në këtë rast me shpirtin ton dhe me plakën tonë. Dhe kjo është ju ndjeni që keni ide frymëzim për të filluar ëndrat tuaja në të ardhshme. Pra është koha që në qoftë se e keni arritur këtë, çfarë kërkon shpirti juaj, çfarë kërkon zemra juaj, të vazhdoni. Ndërkohë është për një pjesë nga ju, është që në qoftë se ju jeni akoma, jo vetëm edhe ju që keni arritur të jeni akoma më në thellësi për të zbuluar dhe për të qenë në lidhje me, sigurisht ju merrni sinkronizime, jeni të lidhur me, qofse ndiqni flakën tuaj binjake, ju jeni të lidhur me plot fuqitë jashtëtoksore, pra me mençurinë e dritës dhe të dashurisë dhe të bollokut. Nëse jo përsëri do të vazhdoni procesin, ju ndihmojeni, por jeni ju të lirë për të lidhur me flakën tuaj binjake. Në qofse ju e keni arritur dy energji dhe tani ju kërkohet që të vazhdoni me flakën tuaj. Jeni ju që vendosni, askush, por në qofse ju e ndjeni këtë thirrje nga zemra juaj, ju ndihmojeni dhe jeni të hapur dhe do të vazhdoni, do të kaloni procesin e flakës binjake. Ndërkohë, për ju që jeni akoma në marrëdhënie karmike, pra që keni dy energjit, sigurisht që bëhet fjalë që ju do të shkëputeni përkohësisht, me qëllim që do të shkëputeni nga njëri tjetri, pra se ndjehet që keni akoma pengesa, ndjehet akoma që keni shqetësime, gjithsesi, pra jeni akoma të varur nga situata karmike, ndoshta nuk keni akoma nuk keni shkëputur nga vërtetësia, pra nga keni sekretet tuaja, pra nuk jeni në vërtetësinë e jetës. Sigurisht që këto janë jo vetëm që i keni nga e kaluara juaja, e eksperienca juaj, ashtu sikurse edhe nga jeta e mëparshme, por në këtë rast ju ndihmojeni me qëllim që do të shkëputeni përkohësisht me qëllim nga njëri tjetri, dhe mbi të gjitha edhe do të izoloheni, pra do të ndihmojeni me qëllim që të mos merrni këto energji, se jemi të ndarë në këtë realitet në dy kampe, në njërin krah drita, në krahun tjetër jashtë akoma, pra energji të ulta për të cilët është afatikor që çdo gjë apa sapi do të rrinë atje, pa gjykim, pa kritik, thjesht atje, dhe do të krijojmë karmën e re, me fjalët, me mendimet, me sjelljet, këto të gjitha tonat, ato që na drejton shpirti, do të bëhet karakteri jon është si ne jemi sipër në qell, si ne jemi poshtë, si ne jemi brenda me zemrën tonë, si ne jemi jashtë me mendjen tonë, pra mendje të qartë dhe shpirt të paqe, jemi në rrjedhën e jetës së bukurisë për të realizuar atë që shpirti juaj ju solli këtu. Mësoni që për një pjesë nga ju që edhe në qoftë se do të ndjehet, pra do të ktheni, edhe në qoftë për një pjesë nga ju që ndjeni që jeni në veten tuaj, pra ndjeni optimist e tjera, po përsëri ju vinë gjërat dhe ndjehet emocionale, pranojini këto emocione. Edhe pse jeni me vetvete optimist, përsëri ndjeshmëria dhe vetëm ndjeshmëria është çlirimi i çdo gjëje që na bën të rritemi me energji, duke u rritur jo vetëm me vibrimet tona të larta, sepse është afatikor, pra në brendësi të shpirtit ton, për të liruar fëmirin ton të brendshëm, sepse këtu janë emocionet që ne kemi krijuar me fëmirin ton, me të gjithë, me familje, me prindër, me të gjithë, por ndërkohë edhe kjo na bën që duke liruar çdo gjë që nuk na shërben në zorët e barkut,
është gjendet talenti dhe dhuntia juaj dhe sigurisht kjo ju bën që edhe të kryoni, pra të jeni të hapur në univers me një mendje të qartë që të gjithë jeni unik, nuk keni pse shqetësoheni, zemra juaj, shpirti juaj ju drejton pse ju jeni këtu dhe ndiqni atë që shpirti juaj ju solli këtu, se e di më mirë se çdo kush dhe që ta merrni përgjigjen është zemra juaj, sepse jo pa qëllim jeni këtu. Gjithsesi me mua mirupafshim deri në video tjetër, por të jeni të sigurt që jeni në mrekullinë e jetës. Dashuri, dritë, bollëk, sepse çdo gjë ekziston, sa më shumë dashuri të jepni, duke filluar nga ky moment, aq më shumë dashuri të rriqni. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.